Kampionati i volejbolit në kategorinë e meshkujve vazhdon të shtunën me ndeshjet e javës së dytë. Qyteti i Tetovës edhe kësaj radhe është një koqire 2 ndeshjeve kampionate, pasi përballen Liria Strumica dhe Shkëndija Vesna Probi Shtip. Skuadra nga Zherovjani paralajmëron se nuk do të dorëzohet para kampionit në fuqi, por përkundrazi do të mundohet që t'ia prish hesapet duke u bazuar në 2 perforcimet nga Gjorgjia. Ndeshja Liria Strumica luhet nesër me fillim në ora 16 te salla e shkollës fillore Goce Delçev në Tetov. Klubi volejbollit Shkëndija pas disfatës në xhiron e parë në derbin lokal me Universitetin e Tetovës, nesër maksimalisht e mobilizuar do të luajë për të marrë 3 pikët në përballjen me Vesna Probi Shtip. Takimi Shkëndija Vesna Probi Shtip luhet nesër me fillim në ora 18 te salla sportive e gjimnazit në Tetov. Skuadra e tretë tetovare e klubi volejbollit Universiteti Tetovës ndeshjen me Janta Volej do ta zhvillon të martën në Shkup. Në xhiron e dytë takohen Shkëndija Vesna Probi Shtip, Liria Strumica, Skopje UGD Shtipi, Rabotnički Boreci, Makedonia Gjio Susheva. Ndeshja Janta Volej Universiteti Tetovës luhet të martën më 4 nëntor.